Sapo ka përfunduar spektakli Big Brother VIP Albania 5 dhe gjithçka flitet rreth finalistëve. Por vëmendjen më të madhe e ka marrë Miri. Të gjithë mezi prisnin reagimin e tij pas daljes. Dhe nuk vonoi shumë. Miri ka shkruar gjithçka për këtë Big Brother. Ai falenderon familjen e tij, vajzën Artisja, si dhe bashkëshorten Rabea. Në mënyrë të veçantë, ai thekson mbështetjen që ka patur nga e shoqja Rabea, me fjalët: "Ti Rabea e ke kuptuar lojën në çdo moment. Ke qenë e fortë për të dy, nga fillimi deri në fund." Gjithashtu Miri falenderon dhe bashkëpunëtorët e tij më të afërt në karrierë. Ai shprehet: "Për Landin dhe Albanin nuk ka fjalë që përshkruan një jetë bashkë. Kemi qenë gjithmonë bashkë, pa kushte", shprehet Miri. Udhëtimi i tij në Big Brother Albania nuk ishte thjesht një lojë, por një përplasje me kufitë e shpirtit, me heshtjet që bërtisnin dhe me zërin që ndonjëherë i duhej që ta ngrinte me forcë, madje dhe kur të gjithë duan ta ulin. Kështu u shpreh Miri: "Eca në një vit të hollë, aty ku karakteri sfidohet dhe maskat bien. Jo gjithmonë i përkryer, por gjithmonë i vërtet." Më pas, tregon për momentet e tij delikate. Ka momente kur loja bëhet më shumë se lojë, kur fjalët peshojnë më shumë se era. Disa rivalitete lindin natyrshëm, disa të tjera u kërkuan me ngulm. Me disa mbetëm përballë me disa nga një vig gri mes mikut dhe kundërshtarit, aty ku vetëm koha tregoi çfarë ishte e vërtetë. Ai e pranon se ka luajtur edhe në kufitë e tij. "Më duhej të luftoja fort. Madje dola dhe përtej kufive të mi, por gjithmonë u ktheva tek ajo që më përfaqëson: respekti, dinjiteti dhe mirësia. Pra vlerat dhe ai zotnillëk që ju ma keni dhënë si vul", u drejtohet ai ndjekësve. "Shumë të dashur, mamaja, babai dhe vëllai, familja e parë, që mësuat me fjalë dhe vepra se nuk ka rëndësi të fitosh botën nëse ke humbur shpirtin. Ju dua dhe ju falenderoj duke u qenë mirënjohës për gjithë jetën." Miri mbetet një nga lojtarët më të diskutuar. Shumë thonë se është diskriminuar nga produksioni. Shumë të tjerë thonë se tregoi njerëzillëk. Madje ndonjëherë më i butë se ç'duhet, pavarësisht zërit që ngrinte. Komentet mbështetëse për të janë të shumta. Ne i urojmë Mirit të ketë suksese në karrierën e tij artistike, si dhe në jetë. Të nderuar miq, nëse nuk keni bërë subscribe në kanalin ton, do t'ju luteshim të shtypni butonin e subscribe si dhe zilen për të marrë informacione rreth videove që do të postoj. Duke ju falenderuar që ndetet me ne për pak minuta, ju urojmë një vazhdim sa më të mbar.